Përshëndetje shqiptar kudo që ndodheni, I përshëndes shqiptarët e Amerikës, mirëdita, I përshëndes shqiptarët e Kosovës, të Maqedonisë, të Malitëzi, I përshëndes shqiptarët kudo që ndodhen në përbot. Të dashur shqiptar, e di që keni mendjen në Shqipëri, sidomos të kohët e fundit që zjen, sidomos në të quajtur parlament, zjen, grinden, sepse e pan përfundimin e tyre se ku do përfundojnë. E patë sot parlament dashur shqiptar, si Sali Berishën, bashk me parlamentin, sidomos me kryetar, të quajtur kryetari parlamentit të Shqipërisë Peleshi, një hajdut, e të them më mirë një kriminal. Para arsye se ka vjedhur dhe parat e tërmetit kura në Korç, Kolonjë, Slavënd pa vjedhur. Ka vjedhur para kur u bë ministri I mbrojtjes, pa ditur, pa qenë njëherë ushtar. Ka vjedhur para kur u bë ministri bujqësisë, arriti mirët edhe fondet që dhanë Evropa për bujqësinë. Pra, të dashur shqiptar, ka ardhur koha e realitetit që shqiptarët ta dinë. Para arsye televizorët, të gjithë televizorët që janë në Shqipëri, si që kam thënë gjithmonë, pavarësi se I quajnë bosat e televizorit, pa ata nuk janë bosa, ata janë bosa vetëm si titull, si emër, po bosat janë serbët, grekët dhe francezët. Pra, këta e kanë në dorë Shqipërinë për 35 vjet. E kanë sunduar, e kanë vjedhur, I përzun shqiptarët nga vendi I vetë. Po shqiptarët presin ditë të bardha. Shqiptarët presin 97% të shqiptare kanë pritur dhe presin nga SPAKU, nga Byroja Kombëtare. Do me thënë Byroja Kombëtare është FBI-a. SPAKU është prokurori dashur bashkëdhetar shqiptar si gjithë prokurorët e tjerë, po SPAKU është krijuar vetëm e vetëm për arrestimet, për konfiskimet e 35 vjet të quajtur deputet, të quajtur president, kryeministër, ministra, ish kryeministra, ish presidenta, është për konfiskimin e këtyre që kanë vjedhur pasuritë e shtetit, kanë vjedhur dhe pasuritë kombëtare. Pra, këtu ka rritur gjendja dhe shqiptarët u ka vajtur në majtë të hundës, e kanë humbur dhe durimin. E kanë humbur dhe durimin më tepër nga SPAKU. Unë SPAKU ti kam thënë, SPAKU ka një përgjegjësi të madhe. Për arsye se udhëtimin që e bën në Amerikë, shqiptarët duhet ta dinë realitetin. Ata nuk vajtën më dasmë apo për pushime, po ata vajtën për të kritikë që nuk e kanë bërë atë që është ligji, për atë që kanë firmosur në Amerikë, që dohen tamam me kushtetutën e rregull, tamam me të dënuar njerëzit jo për qefin e tyre, po të gjithë ata që kanë vjedhur, që kanë bërë krime në Shqipëri për 35 vjet. Jo vetëm ministrat e kryeministrat, por dhe ambasadorët që kanë qenë në Shqipëri, që kanë vjedhur, kanë marrë vila, kanë marrë hotele, kanë marrë para, kanë erdhur me çanta dore, janë kthyer me valigje, me flori e me para. Pra, për këtë është SPAKU edhe jo për gjë tjetër. Pavarësisht se shumë njerëz vende SPAKU e hedhën për çështje prona, ajo është vetëm e vetëm për të konfizuar me njëri tjetrin. Po shqiptar, SPAKU është për këtë punë. Dhe tini të bindur, po u flas me kompetencë, SPAKU do përfundoj arrestimet. Për ndryshe do arrestohen vetë të gjithë ata. Pavarësisht se 4-5 vet nga SPAKU janë për të arrestuar, nga demin që kanë bërë SPAKut për këtë periudhë, që ditën që janë zgjedhur, por nëse ata nuk e përfundojnë së bashku me kryetare e tij, zotin Brau, jo do arrestohen, po do të marrën e do shpiren në Amerikë, do japën dënimin atje, ti shohin si janë burgjet e Amerikës me të zinë e me spanjollët e me Portorikut. Pra, SPAKU e di mirë, po më dëgjon me vëmendje të përfundoj arrestimet. Për arsye sepse u bë një shembull dashur shqiptar. Në Shqipëri ishte përhapur që po t'jesh
deputet, ministër, vit sa të duash. Po t'jesh përsëri në qeveri, në parlament, apo po t'jesh kryetar bashkie, kryetar komune, vit, po t'jesh sateliti i qeverisë, që të dyja partit janë njësoj, po t'jesh sateliti i dy partive, o rri këtë duash në mes të rrugës, hiqe zvarë, as i ditë burg. Kurse, shqiptarët, në 17%, po të hapi një pus, dënohet 6 muaj burg. Po të mbjelli një perime, një pemë, po të disi një dritare, një qati, i venë se kserët, e që i kërkojnë para, por edhe rrajnë si shranat të kavajs para ca ditëve. Pra, shqiptar u erdi dita e juaj. Erdi dita e juaj 100% që ata do arrestojnë. Pavarësisht se është hapur këto ditë për diçka ta din shqiptarë, si Edi Rama, Sali Berisha dhe qindra të tjerë, ish kryeministra, presidenta, kanë marrë vend për doktorë të marrën në spital që nuk janë normal të çmendur. Po unë po e them hapur këtu, se u munduan para se të mirën në doktor, si të mos Edi Rama, ka vajtur 3-4 herë, ka marrë kartelën e çmendimit. Dhe me që çdo gjë që ka bërë, si zjerë për bazë, të mos jetë burg, që këtu e kanë bërë dashur shqiptar, që në qoftë se burgoset një njeri dhe gruaja e tij është e sëmur, apo një fëmijë, ka të drejtë dal nga burgu e të rrinë në shtëpi. Këto janë tamam kushtetut sërbe për të vrarë shqiptarët. Shqiptarët e mi, jo të çmendur të bëjnë këta. Po çfarë do që të bëjnë? Unë e kam thënë gati 30 veta, 28 veta, do t'i shërbejnë burgut në Amerikë. Qene Saliu, Edi Rama, e të tjerë. S'është nevojë t'i them emrat, se ne i dim edhe emrat. Po nuk ja vetëm këta politikanë. Ka dhe gazetar, të quajtur analist, gazetar, të quajtur prokuror, të quajtur avokat, që dalën me çdo televizor edhe llamatisën kundra Amerikës, çdo gjë e thonë, si kur janë gjyqtar, u bëjnë gjyqin të burgosurve, pse Ilir Meta është në kafas, pse tjetë në kafas, shqiptarët e mi, këta s'kam përgja akoma. Ilir Meta ishte lule, ishte vërtet i verdh, po këta do i që zvarë, jo në kafas do t'jenë, po do t'jenë të lidhur. Kem Eduard, atë që u kanë bërju shqiptarët, atë që u kanë përzën fëmijët tuaj, atë që nuk u kanë lënë në pasurit tuaj që keni patur gjysh tërgjyshi, nuk u kanë lënë, po zini avokat edhe shkojnë në gjyq. Ata gjyqtarë të më dëgjojnë me vëmendje. Për 35 vjetë ju, jeni tallur me shqiptarët. Jeni tallur në formë talli, po ju jeni pasuruar, keni marrë hotele dhe vila. Keni para, i keni quar në përbangët, i keni quar fëmijët në për shkollat më të mira, që në shkollë më të mirë, jashtë, sidomos në Amerikë, duhet paguash 100.000 në vit. Ku i gjetët parat? I gjetët parat sepse në përgjyqet, që bëjnë gjyqet për shtëpitë e tyre, për vendin e tyre, ju i shpini nga gjyqi i parë një i dyti, që të marrë dhe gjyqtari i parë, të marrë dhe i dyti dhe i treti, të marrë dhe prokurori dhe avokatët. Keni 10.000 dashur shqiptar, 10.000 avokat, 10.000 hajdut, 10.000 kriminel, 10.000 pa diploma, me diplomat e plepit të firmosur nga Sali Berisha. Pse them Sali Berisha? Sepse a i hapi shkollën me 2 muaj të bësh jurist. Ja pra, çfarë kanë bërë këto 2 partit? Ne 2 partit dashur shqiptar, do të është bërbajate që e them, i kemi eliminuar me kohë. I pat dhe vetë. I pat të 2 partit, si pëse edhe PD-ja, kanë të njëjtit kryetar 30 e 50, që më 90 dhe deri në këtë minutë që unë flas. E mbajnë vetë, ashtu janë krijuar. 2 partit janë krijuar nga Serbia. 2 partit janë krijuar për të shtypur shqiptarët, sepse këta nuk janë shqiptarë që janë kryetarët e partive. Sidomos
ata kryesorë që quhen sekretar partije, nënkretar partije, që kanë gjetur emra të ndryshme, avukati i partisë, gjyqtar i partisë, se kanë edhe gjyqtar në parti, që gjoja e kanë në rregull. Të gjitha janë agjentët më të fëlliqur që ka patur historia e Shqipërisë. Këta janë pa fytyrë, që një njeri që ka fytyrë, ka sendër, ka gjak. Këta janë pa gjak, këta kanë gjak sërbi, këta kanë gjak pe greku. Pra shqiptarët e mi, erdhi koha. Po erdhi koha që ju t'i dëgjoni, erdhi koha që ju i pat që të dyja partit janë leminuar. Ju e pat dhe më në fund, gjoja PD-ja, që nuk do arri, po gjoja PD-ja bën zgjedhje e kryetarit të partisë. E pra, edhe në kohën e Vejit ishte 2 kuti, një e zezë dhe një e kuqe. Kurse me Salën është një e kuqe dhe me Edi Ramën është një e kuqe. A zgjedhje nuk bëhen, që duhet bëhen më 4 vjetë, të ndryshojnë të gjithë. Janë të njëjtit njerëz që ka vënë Ramis Alia. Dikush mund të më thotë, mirë Saliu e ka vënë Ramis Alia që në fillim. Po Edi, të dashur bashkëdhetar, Edi, kur unë kam erdhur me 90-ën, me misionin tim, këtu, Edi ishte në Greqi. Pe Greqie erdhi në Tiranë, nga Tirana mori rrugët e Evropës, rrugët e urave. Pra, kryetari partisë ishte, domethënë kryetari partisë të PS-s ishte Nanua. Pra Nanua duhet të ndroshe për disa kohë, se Nanua ishte elastik. A here e muar Edi Ramën nga Parizi dhe përënda 4 ditë u bë kryetari i partisë, pa qenë antar i partisë, sepse Edi Rama pretendonte se ishte demokrat. Pse e them ishte demokrat? Sepse Sali Berishës më 91 i ka thënë në stadium, dhe ne i kemi tepër rekord bisedën e tij. I ka thënë Sali Berishës. Berisha e ka thënë, në partinë demokratike duhet mos jenë asnjë komunist, asnjë spion. Nëse ka, nuk është parti demokratike. Dhe e dyta që e tha me rëndësi, duhet lirohen të burgosit politik. Përgjigja e Sali Berishës ishte, ata janë armiq tonë, ata duhet të rrinë në burg. Pra, Edi Rama u largua sepse deshti hynte në parti. Por u marr, u fut në PS. Atë që ka bërë Edi Rama për 13 vjetë, pavarësisht se unë përsëri u them, sot në këtë moment që unë flas, kryetari, domethënë kryeministri i Shqipërisë është Sali Berisha. Edi Rama është zvend si ti. Pra, këta vjedhen bashk, i ndajnë bashk. Për shembull, Edi Rama s'kishte atlete në Francë, sot ka jo miliona dashur shqiptar, po ka biliona dollar të fshehura. Ka miliona e miliona dollar të transportuar në New York, në Amerikë. I ka dhënë njerëzve, kanë marrë hotele me 3-4 kate, ne i dim. Ato do t'i kenë shqiptarë. Të njëjtën dhe Sali Berisha të transportuar parat ndërmjet që ka transportuar parat në Amerikë, Fatmir Mediu. Pra, ai është këlyshi i Berishës që transportonte parat në Amerikë. Ne e dim ku janë. Sidomos, unë nuk mund t'i ze disa janë pronar ndërtimi, pronar më çdo vend që ndërtojnë rrugët, që ndërtojnë pallate, kulla. Ata dashur shqiptar kanë vetëm emrin. Pronar janë Sali Berisha me Edi Ramën, me satelitë e tyre. Janë me agentët e grekëve dhe me agentët e serbëve. Pra, çdo gjë që kanë vënë këta, që janë gjoja si bosat e ndërtimit, bosat e naftës, bosat e çdo gjë, kanë marrë vila e pallate në New York e New Jersey. E në Florida, hotele, ne i dim, këto do t'jenë të shqiptarëve. Do t'jenë tuaja shqiptarë. Nëse ju do t'dini, do t'jenë tuaja. Nëse ju do t'jeni akoma në gjumë, me qafë pa që veten. Pra, ato parat do vinë në Shqipëri. Do të ndajen të rinjve, intelektualve, që deri më sot nuk kanë punuar një ditë.
Sot në televizorin, në më thënë parlamentin, të quajtur parlament, ngrihet Josefina Topalli dhe flet. Dhe thret e vërtet e thot ky parlament thot nuk është zëri i shqiptarëve. Ajo pavarësisht se gabovi, pa nuk e pati në atë kuptim, po ja u shpjegojon shqiptarëve. Ajo është realitet shqiptar. Sepse ata nuk janë zgjedhur nga shqiptarët. Këta janë emëruar, kryetarët janë emëruar nga Serbia, dhe kryetarët e partive, si që ka thënë Serbia, kanë bërë dhe deputetit, si Josefina Topalli. Josefina Topalli ka qenë kryetare e deputetve, do të thënë parlamentit, ku gjeti milionat e dollarëve. Bëri dasëm të paparë në mes të Italisë. Miliona dollarë, shpenzime, ku i gjeti parat? Pra këta janë bashkë. Ku i gjeti Fatmir Mediu parat që shkon çdo ditë, edhe u thot për kashillëk e në parlament, që unë kam bistuar me senator, absolutisht. Ai po merre me qaf disa senatorë në Amerikë, sepse asnjë senator nuk e përkra as Medin dhe as njeri. Pavarësisht se Mediu solli një këtu, një me mjekër të bardhë nga Izraeli, që i themi ne shqiptar qifut, e solli, do me thënë më dmaj që bërë zgjedhje, që unë kam thënë s'ka zgjedhje, e s'ka patur zgjedhje, pati emërime, po jo zgjedhje, e solli dhe Sali Berisha ka dhënë $2 milion. 1 milion i mori Kuriku, kër erdhi për së dyti mori e 1 milion, dhe shpenzime të tjera. Për këta arsye, në aeroport ne kemi foto dhe gjitha që Mediu e priste që do të thoshte në publik është përhapur se po t'jetë një nga Amerika, Amerika është me atë person. Sidomos kur erdhi zotnia që nga Amerika, një hajdut që tashi është për gjukat për të arrestuar në Amerikë, erdhi dhe tha unë kam qenë këshilltar i presidentit të Amerikës, big deal. Punë e madhe si ishte ai. Ai vodhi edhe taksat e Amerikës. Është për një gjyq, sepse është një rregull, pavarësisht se në Shqipëri dy partit marrin miliona dollar taksat tuaja, gjakun tuaj dhe i marrën dhe bëjnë demonstrata me parat tuaja i paguajnë nga $300-400 që të vënë demonstrat. E pa parë në histori në botë, në Amerikë, që është një shtet demokrat. Çdo njeri që del në zgjedhje të bëhet deputet, kongresmen, senator, president, absolutisht $1 nuk i jep shteti. I japën tregtarët dhe tregtarët i heqen nga taksa. Ky është qëllimi në Amerikë. Një president, një kongresmen, një senator, kur mbaron zgjedhjet, parat që kanë ngelur i kthehen në shtet, për arsye sepse personi që ka dhënë i ka mbajtur nga taksat, do me thënë janë parat e shtetit. Kurse në Shqipëri, në shtetet komuniste të lindjes, si në Serbi, si në Greqi, e bëjnë qëllimisht i marrën parat nga shteti. Pra, Berisha rrirhat, merr $1 milion, $2 milion aty ku është, dhe ato para i shfrytëzojnë që të hiqte në gradën. Ati unë u kam thënë që fillim, kur vjen në grada, si qëtë, jo të kesh mik presidentin, po të kesh perëndin, nuk hiqen. Ato bëhen nga të tjerë njerëz dhe State Departamenti, Ministria e Jashtme e Amerikës, që i thonë këtu Ministria e Jashtme, deklaron sekretari i shtetit, ministri i jashtëm që është filani non grata. Pra, shqiptar, erdhi koha e juaj. Ju gjithmonë më keni thënë që Pilinçi na ke thënë të ejten, na ke thënë Maj, Qershori, Korriku, Gushti, do arrestohen, po dashur shqiptar. Para 6 muaj ne duhet kishim kaluar në zyrat e reja. Por aq është koklavitur. Aq para kanë vjedhur këta, sa s'ka ku vete më. Aman, kur e pan Ilir Metën, këta janë tremur para se të vënë në burg. Por s'kam parë gjë akoma,
Ilir Meta të paktën është në Biruc, por është pa dritë, pa ujë. Por këta dojnë më ndryshe dashur shqiptar. Këta dojnë të lidhur këmbë me duar, do punojnë 8 nëntor, sa të gëdhijet, do t'i shihni vetë me sy, do iken më këmbë, policat të hypën majkalit si në Texas, t'i ruajnë, duke pastruar lumin që e kanë bërë Shqipërinë, duke pastruar kodrat, rrugët, bulevardet, duke pastruar autostradat nga bara, nga diçka që hedhën shoferët nga dritarët. Do t'i shihni me sy dhe kur të kthehen në burg do kenë një muzikë të mrekullueshme që të ngelen dhe të vdesën me këmbë t'i shihni vetë. Do t'i shihni ditën e pushimit të shtunave që të pushojnë larg kur të rrihen njëri me tjetrin, sepse këta s'kan fytyrë. Këta janë familje më të ulta që ka patur historia e Shqipërisë. Dhe po të llogaritësh mirë, këta nuk janë gjak shqiptari. Këta janë sërb, këta janë grek. Këta janë fytyra të papara në histori. Sepse po t'ishin familje me gjak, po t'kishin prindër që t'i mësonin që të vejl, që mos vidh, se vjedhja nuk është halal, si e thonë muslimanë, po është haram. Nuk mbahet vjedhja. E njëri që vjet një bank, nuk vet e kollaj, do shkoj në burg, a ditë që vjet të bi planet bëhet gati, të flej i veshur. Kurse unë u them këtyre zotnie, e të vishini një do të gjveshëm. Do të japëm i palë kominoshe, edhe kominoshe do t'i presë me gëshër, që të hy erat freskoheni, ta dëm që keni bërë kombit. Tini të bindur ju kriminalit e Shqipërisë, ju hajdutët, ju politikanë, që e keni dëmtuar shqiptarë, që po i çmendni shqiptarë. Shqiptarë nuk arrin të marrën bukë, i numërojnë qindarkat një nga një, sa do marrë të henën, sa do marrë të martën. Këta po tallen me ju, gazetarët, të quajtur gazetarë analistë, nuk e kanë fjalën për gazetarët e terenit, po për gazetarët e terenit me qenë se e zuar në gojë. Ju gazetarët e terenit, jeni të rinj, jeni shpresa e kombit, po ju po gaboni. Del Berisha nga kuvendi, del në dera ju të gjithë me këmbër, i afrojeni. Sepse ai nuk rri pa folur. Pse i vini? Çfarë doni që vini, ju jeni të rinj? Pse nuk e pyesni? Pse nuk e pyesni? Ku e ke gjetur kostumin që ke blerë? Ku i ke gjetur kapucët? Qa ty filloni? Ku i keni vilat? Mbesa, niprat, stëniprat, me vila, me hotele? Ku i keni? Ku i keni gjetur? Kurse ju, të terenit, ju jeni pa rogë, suapër një më 3 muaj, i kemi terat të dhena. Jeni djemë të rinjë vajzat të reja, shprese e kombit. Media, i thënë media. Po kush është media? Kush janë? Ata që flasën në për televizor, dje ishën me gratë togerë, në kone Ramis Alis, Fevziu, me shok, Ylli Rakipi, të gjithë këta ishën spionët që dëmtonin dhe dëgjonin prapa dritareve të Shqipërisë. Këta janë agentët, ta t'i quajtur analiste, gazetar, janë mbi moshën 50 e ca vjetë. U kemi nxjerrë në televizor, u kemi nxjerrë duke ecur në UTB-ja në Serbia. A ishin ata. Ata u kanë shkatruar, ata i kanë vilat, por nese nuk do kenë. Pra unë u them shqiptarëve të dijojnë. Shqiptarë, pavarësisht se është një numër shumë i madh. Ju dofta nuk e mbesoni. Janë me mira e me mira që do arrestohen. Janë me mira dashur shqiptar që nuk janë vetëm të quajtur politikanë, janë gazetar shumë. Janë gazetar që janë shpërndarë në përbot. Janë njerëz që kanë qenë ushtarak, me ka marrë vesh që kanë erë disa këtu. Janë në Amerikë, s'kanë punuar një ditë. Po janë parazit, janë mbajtur me parat e shqiptarëve. Si dikur të dashur shqiptar, emigrantët që kalonin kufirin, vinin, disa ishën spiuna pagoshin nga Shqipëria. Hapnin hotele,
të vogla. Restoranta e kam fjalën para 90-s. Do me thënë zere që më 60-ën, deri më 90-ën, kishin restoranta në për Amerikë. Ditën që ra komunizmi, asë restoranta as kishin më, po arritën të minin ushqime nga shteti. Ishin me vila. Po pse s'kishin më? Sepse ata pagushin nga ambasada, nga konsulli i Shqipërisë. Ranë me njerë, si që ka rënë këto ditë të njëjtit, që janë gazetarë, analistat të shpërndarë për Evropë. Ti zemrat janë shumë. E në Amerikë, janë bërë organizata të quajtur ushtarak. Desh të bënin e demonstrat, e thanë vetë me gojnë e tyre, se shënvajt i zemrat, se ullë vetën, se janë njërës të ullët. Do bëjnë demonstrat të qytet me qytet të Amerikës, shtet me shtet, dhe më mirë, që janë 50 shtete, dhe më në fund do bëjmë një demonstrat para shtëpisë të bardhë, që s'kishte lidhje fare. Nuk e bëndot, sepse ne jemi gjallë dashur shqiptar. Ne e dim kush hyn në Amerikë e kush del, jo sot, po me shekull. Ne e dim kush hyn e kush del në Shqipëri, ambasadorët e huaj. Çfarë marrin, çfarë bëjnë? U kanë coptuar ju, dashur shqiptar. Pra, erdhi koha e juaj. Erdhi koha e realitetit. Meqense nesër, dashur shqiptar, Sali Berisha bën një demonstrat, po nuk e thot demonstrat, revolt. Revolt të thot e quan Berisha. Do të thot revolt të djegësh, të besh. Po unë po i them Berishës, përse largu, gabove për 35 vjetë. Afrove njerëzit, i more nga rruga, pamarësisht se ti ishën të dërguar, si Dritan Shehun, doktorin e të tjerë që ishte akoma deputet për 35 vjetë, i more nga rruga me sandale, me çorape dhije, i fute, i bere deputet, i fute në parti, e marë, çfarë s'kanë marë, morë fabrika, mo qa s'kanë marë, rrugë duke bërë, kanë marë parat, janë bosa, të arritën të muarë vendin, të arritën të turpruan, a e ke parë këto ditë, një djalë i ri, të erdhi nga rrugët e Korçës, duke pjekur misra, e bëre deputet, e futë në burg, po si ishte në burg, ishte në turizm, në fjerë, gjoja ishte në burg, po rrinte në hotel, ishte pa leshra, e bëre me leshra të bukura, por aman, të hangri kokën, të turprovi, a e shekje po del me çdo televizor, sonte ka dalë me 2-3 televizor që në mëngjes, po të demaskon, sepse të ka parë, se qa ke bërë. E pra, Sali, të njoh shumë mirë, pra, ndje keqardhje. Ndje keqardhje, vetëm për njëj që thua jam shqiptar. Ndje keqardhje në moshën që ke. Sepse kanë thënë të parit edhe ka ngel një histori, kur e do të keqen e donë djalëri, apo në pleqëri. Ti kishe thënë më mirë e dua në djalëri, që në pleqëri shumë e hidhur. Burgu i Amerikës shumë i keq. Dëmin që i ke bërë kombit, me këto mizat e kalit që po të turprojnë, me ata që i ke rreth e vërdal, që asnjë s'ke të saktë, ke edhe një nga Berati, nuk dua t'ja ze emrin, e vure për Beratin. Thot, kam qenë te babai në burg. Po, unë ua kam thënë shqiptarëve, ua kam shpeguar, se mbas 75-ës nuk hyn me politikanën në burg. I vravi, i pushkatovi intelektualët që donin kombin, fillovi mbas 75-ës të hanin kokën e tyre, se ashtu është regjimi komunist, si që po bëhet tani, do t'ua shpjegoje për tani. Do me thënë, më 75-ën filluan që në Beqir Balluku, ministri i mbrojtjes, kryesori, Zvenci Enveri,
fuqinë më të madhe, Petridumja Gjerali më i madh i ushtrisë, Kadria Zbiu, ministri i brendshëm, me qindra oficerë u arrestuan, shkuan në burg. Dhe këta thonë, ne jemi patriota sepse na ka futur në veri në burg. Të janë mizat e kalit të bolshevikëve të rusëve. Edhe kur i vran me gruan, e mbullë Gryshtin, se kur e shoh këtë Gryshtin nuk më vjen mirë, e mbyllë e thanë, rroft partia, rroft e Enveri. Aq prikacak, të njëjtit dashur shqiptar, ky lung që është tani me turp, po këta nuk kanë turp. Këta do të mbyllën Gryshtin minutën e fundit. Ja pra, më falni që e ze i lirë që të ze në gohë, të njo, të thash rriurt, po nuk nenje, këta i lirë do bëjnë më keq se ty, sepse kam dëmtuar këtë kom. I lirë ti ke treguar tëra gjërat, i di fare mirë, pe më pe, po ashtu dhe kryetari i bashkisë, s'ka lënë gjë pa thënë për Edi Ramën, për Sali Berishën, për djalin e tij, si kanë tregtit bizi, pra çdo gjë dihet. Pra SPAK e ka me ju tash. Ti sa je bërë kryetari i SPAK-ut. Ke qenë prokuror në Berat, në Vlorë, në Tiranë. U bëre përsëri kryetari i SPAK-ut. SPAK-u është i varur komplet 100% nga Amerika, nga intelektualet e nga misionerët. Gjithë përgjegjësia të bie ty në dy shpatull, sepse vajte në Amerikë ke marrë dosje të reja. Nëse ti nuk je vepron dhe i përfundon këtë muaj komplet, ti do mbash përgjegjësi. Jo vetëm do bësh burg, po do bësh burg edhe në Amerikë. Si ti dhe ai i pari që ishte pas teje. Ai bëri disa gjëra të vogla. E arrestovi Ilirin. Kurse ti ke 5 muaj gati dhe s'ke për asgjë. Dosjet që ke me qindra, i ke të firmosura. I ke të firmosura për të arrestuar gjyqtar, prokuror, Salin, familjen e Edi Ramës. Ti i di fare mirë çfarë kanë bërë në Manhattan, New York. Vepro. Për ndryshe, mua do më shosh me sy në burgun e Amerikës kur të vesh. Sepse unë jam për këtë komp, jam për Shqipërinë. Unë jam shqiptar gjys të gjyshi. Çdo njeri mund të thotë jam shqiptar, po janë të ndara gjërat. Janë të ndara gjërat, sepse kretë familja ime është eliminuar për çështje kombëtare. Pra e unë që jam deri minutën e fundit, jam gati të jap jetën për kombin e Amerikës dhe për kombin e Shqipërisë. Nuk them për mburrje për kombin e Amerikës, se disa edhe flasin, po unë jam vërtet me gjak, me shpirt për Amerikën, sepse Amerika më mori, më bëri me shkollë, kam dhënë mësim në për universitete, pa marrësi se disa bajka, flasim për qartë, sidomos kohën e fundit do të nxjerrë më vonë, po jo tani, ka thënë që Pilinçi ka ikur më në 11. Pilinçi ka ikur 74. Pilinçi e ka marrë Amerika. E ka thënë që babaj tim pas ka qenë oficer, po më dëgjon ti pis. Babaj im pas ka qenë oficer, ka ikur dhe mua më ka marrë më në 91 në Itali. A pra mizat e kali çdo hiqini ju, zvarru kam për te hequr. Edhe unë po e them hapur ta ditë tërë shqiptarët, pa bërë gjak në Skënderbeu, shqiptarët nuk vjen mend. Këta hajdutët, sërbët, grekët, shqiptarë do shpëtoni. Erdhi koha e juaj, u kam thënë do bësh Shqipëria me kufi natyror, a i shini mbrapa shpatllave të mia. Ja pra Dardani qa bërë. Ja pra studentët e Dardanit, me flamur.
me flamur në dorë. E pra shqiptar, sa demonstrata ka bërë Sali Berisha e Edi Rama, u vranë 4-5 veta, as një flamur shqiptar. Sa ka bërë Sali Berisha, as një flamur shqiptar, vetëm një flamur e lëviz Majtas e Djatas, hidhi bomba diqni Shqipërinë. Erdhi koha shqiptar, e duhet të mësojnë shqiptarët. Pra Shqipëria do bëhet me kufi natyror. Kosovës po i them përsëri, po mos e ngritit flamur, ju s'kini për të bërë, as sot, as nesër. Vetëm do kur të bëhemi së bashku. Ngrijeni flamur, ju të quajtur deputet. Ngrijeni flamur sa më parë, se do mbani përgjegjësi dhe juve. Se keni kaq vjet që më në thënëntën, nuk e mbani flamur shqiptar. Ju jeni bashk shqiptarët të Dardanit. Ju jeni shqiptarë që keni luftuar gjyshit tuaj, tërgjyshit tuaj, me atë flamur, kurse ju keni flamur e serbit e gjysmën e grekut, me ato ngjyra qesh. Jo Kurti, që disa e pin hero, nuk është hero të dashur shqiptar. Nuk bëhet me kooperativa si mendon të Kurti. Kur është aq i dashur, që më kanë shkruar një 2 veta e më thonë që Kurti është patriot. Nuk them, as është, a është. Po unë them kaq, që një njeri, jo patrioti, që po i ka të gjitha, po një thjeshti shqiptar, që është lindur në Shqipëri, kur e mbanët fanellën me shqiponjë, është shqiptar. Jo në zyrë, po. A here, Kurti për kaq vjet që ka qenë kryeministër, ku është flamuri shqiptar? Ku është pasuria e tij? Ku është gjua shqipe që ka gruan e fëmijët e tij që s'din shqip? Ky është shqiptar. Kurse shqiptarët kanë në Amerikë nga 50 vjet e 60 vjet flasin gjuhën shqipe fëmijët e tyre? A here, ku është shqiptari me gjak shqiptari? Pse unë them të UÇK-s, e ani sa më parë, ngriuni që erdhi koha e juaj, ngrini flamur e UÇK-s, do t'jetë si flamur ushtarak, po flamuri kryesor është flamuri shqiptar. Pa marrësi se e kini në mes të UÇK-s, po do t'jetë flamur ushtarak. Si në Amerikë, ka flamurin e Amerikës, ushtria, ka dhe flamurin e ushtarak. Ngriuni pra, ku erdhi? Pra, bashkoni me shqiptarë, po bëni çdo lloj partie, janë të gjithë të futur nga serbët, që bëjnë kako, do të bëjmë, thonë, Shqipërinë e madhe, jo të dashur shqiptar. Shqipëria e kufive natyral, a është propagandë që kanë hedhur serbët, dhe me kërkon Shqipëri të madhe, kërkon të marrshin copë. Jo, ne jemi Shqipëria e kufive natyrore, shqiptarë. Atë që na ka krijuar Zoti. Pa marrësi se ne kanë marrë, ne atë kërkojmë. Ne nuk u kërkojmë. Ne kërkojmë deri në Beograd është tona. Ne kërkojmë deri në Athinë është tona. Pa marrësisë se luftë e dytë botërore, mbretëresha që u martua me princin grek, edhe Churchilli, kryeministri, e firmosi me Stalin dhe ja dha Serbisë Kosovën, vendin më të bukur. Flori është i terë. E mori Çamrin, duke vrarë, duke therrur. E bëri Shqipërinë kamp me tele, të burgosur e ti në trenuar. A here, çfarë prisni më? 1000 herë u kam thënë. Po, më thonë, disa shkruajnë. Kur të vini, do vi me ne. Ne u kërkojmë që ju t'jini ambasador, që ju t'jini kryetar bashkie, që ju t'jini kryetar komune. Dikush mund të thotë, ka kryetar bashkie, ka e kryetar komune, ka e ambasador? Jo. Ambasador dhe gjithë botën të Shqipërisë janë sekser drogash. Janë sekser që qofse një shqiptar, për shembull në Itali, ta zem, por në gjithë vendit. Nëse një shqiptar i duhet një dokument, pse të vi deri në Shqipëri të hypi në avion?
Ka drejt të marrin në ambasadë, si ne që e marrëm në ambasadën e Amerikës, po të duam. Kur të duam? 5 minuta. Jo, i thot, është mbyllur, i deli një sekser në dera. Është mbyllur, thot, hajde nesër. Vete prap nesër. Më fali, thot, është mbyllur. Po unë e bej, po ti e kupton vetë. Do janë $200. Leqës ta bën, ti merr dhe para. Leqës sa i të lajmëron policin për të arrestuar, thot, a i kishte drogë. Pse janë mbushur burgjet plotë për plot me shqiptar, jo me qindra, me mira e me mira, djemë të rinj dhe vajza të reja, në përburgjet e Grekut, në Itali, në Francë, kudo janë mbushur burgjet plot. E dini pse? Sepse është shqiptar. Sepse është shqiptar, sepse është shpresa e kombit. Ja pra, këta, për këtë u kërkoj, të vini në ambasador, do thoni kryetar bashkie janë, po ja pra e vlor u bë, me 10% të votave. Ja pra, janë këta sekserët, që kanë bërë Shqipërinë lëmç, vetëm e vjedhër. Janë këta sekserët, që të quhen shefat e policisë, që dërgonin më çdo rrugë nga 4-5 veta, i ndalonin shoferët, u aminin edhe ato 10 qindarka që kishin me vete. Ja pra drejtori i ri, e ka ndaluar. Ja pra ky drejtori i ri, në revoltin që bëri Saliu, era dhe parë, 2 minuta mori, pra nesër, s'besoj të marri as 1 minutë. Pra do arrestohen e nuk do dalen më. E Saliu, nëse është burr, le të rri, të mos ikë, si qiku, urgjent, hypi makinë e blinduar. Ku i gjeti makinën e? Ku i gjeti rojet që a ishë? Ku i ka? Ku i paguan? Ku i gjeti atë zyrën që ka atje tamam si më të madhe se kryeministrin? E ka një shqiptar. E ka me Flori, e ka blerë gjyshi ti, edhe i se merr dot. Dal jashtë, emigrant që të vrisnin. As paguan as drita as qira, as ujë. E pra, që ishte komiteti partisë i socialistave, pa para, që atë është bërë me djersën e shqiptarve. është bërë me djersë, edhe ata as drita as ujë. Hynë ku të duan me makinë. A e shini në rruga, më falin se harrova emrin e fshatit, e qytetit ku jemi ne. Si e ka emrin qyteti? Se ka emrin Sauk. Po e pyeta regjizorin se ka emrin Sauk, se këtu se merr vesh i paj. Është bërë rrugë Saukut, të dashur shqiptar, që në fillim dhe derisa del në autostradën e Elbasanit, 2 makina më të majt e 2 makina më të djathtë, që të bëjnë karambol, që të vriten, që të dalën shqiptari të rrihet me shqiptar. E pra, më dëgjon drejtori policisë në Sauk, e gjeja me keqe është bërë në Sauk përsëri. Më të dalë xhamisë në Sauk para se të dalësh në autostradë. Janë 2 vila që janë blerë nga qifutët. 2 makina, 2 fugona blu, rrinë 2-3 polica, drejtor, o do mbash përgjegjësi ti, o do largohesh ti, o do largohen ata që të kanë urdhëruar ty. Hiqi policat nga qifutët, leri policat të rahat, mos i lerë të mbrosh qifutët, s'kan ku të vend, këtu është vendi i shqiponjave, është vendi i shqiptarve. Pra drejtor, nesër ke demonstrat, dhe tani ke punuar shumë mirë. Dhe tani ke larguar policin nga rrugët kryesore. Tamam. E bëre të njëjtën atë që tham në demonstratën e parë. Futet civilat në dëmes. Drejtor, janë ditë të fundit të 2 partive. Së të kam thënë e po të them përsëri. Mos merrur as nga Saliu, as nga Edi Rama, se këta 2 veta e ke. Në absolutisht. Puno se djali i ri do përparosh. Për ndryshe do të njaj të njëjtin si drejtori që u largua. E diçka tjetër, të gjithë drejtorët largoj sa më parë, sepse ata kanë vjedhur shqiptarët. Ata kanë vjedhur vetë policat.
u amarrën policat parave çdo natë e çdo orë. Pra, drejtor, ki kujdes nesër, sepse ai nuk e quan më demonstrat, po e quan rëmuj, e quan revolt, do me dhe revolt, ti dhe të zjarri. Pa mërësisës vete as njerim, sepse e pan demokrat. E pan demokratit Saliu tha, unë jam kryetar. Edhe në fakt a ish kryetar, që e ka firmosur për 32 vjetë, që ditën që ka hyrë, a ish kryetar. Po nuk them demokratëve të gjithë Shqipërisë. E ata që janë jashtë kanë qenë demokratë. Foleja juaj, vendi juaj është në Sauk, me që se me tha regjizorit, se mba një mend emri. Sauk. Në këtë Sauk të dashur shqiptar, ku kanë qenë patriotë të Shqipërisë. Në këtë Sauk, ku kanë qenë familje që kanë punuar për këtë kombë, që kanë hapur shkollën e parë. Edhe janë vrarë në atë derë, që sot së ndihet as emri e as mbi emri i familjes. Po ndihen bolçevikët në për Tiranin. I kanë bërë skulptura sërbët, ata janë sërbë. Pra për këtë kemi ardhur ne dashur shqiptar, pastrojmë mirë Tiranën. T'i vëmë tiranësit e realitetit që kanë qenë. T'i vëmë tiranësit deri më sot, tiranësit s'kanë qenë as me një punë, as në qeveri, as në bashki, as në komune, po janë të gjithë raca tjetër. Janë të gjithë satelitë të tyre. Për këtë u them, zgjohuni tiranës. Unë e di që më keni kërkuar dhe thoni të bëjmë një në mënyrë paqe me qiri dhe me këta flamurët. Po shqiptar, ne shpejt do t'u lajmërojmë. Pavarësisht se punët të ditë janë jo normale, si në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, por janë në favor të Shqipërisë. Si që kam thënë, shumë shpejt Shqipëria bëhet me kufi natyror, po mërpara duhet bëjmë qeverinë si që kemi të kalojmë në zyrat e reja. Pra shqiptar, kudo që ndodhi, të ri, të reja, intelektual, keni mbaruar universitetin, e janë në zyra ku është zemra e kombit të Shqipërisë, që quhet shpresa e kombit. E janë të ri, mos u keq kuptoni se prindërit tuaj kanë qenë me socialistë, kanë qenë nga e keqja, janë të shtyrë. Mos e kuptoni se prindërit tuaj kanë qenë me PD-n, me Sali Berishën, po janë të dëshpëruar, janë të gënjur. E janë i këtu. Unë u them edhe atyre të gënjurve që kanë lyer gishtin me 2 parti. E janë i pra, jemi shqiptar. Keni bërë që keni bërë, leni minjan. Të mini pasurit juve, si që thash më para, që të leshin fugon, e të ruash qifutët, edhe shqiptarin të lesh pa ujë, pa bukë, edhe shqiptarin të heqë zvarë si që hoqen atë nënën plak dhe të birin, kurse që futin këtu, me roje. Më kanë dalë që futet më çdo vend. Ne nuk kemi kundërshtim racave, po mërpara të rregullojmë shtëpinë tonë, pastaj po të kemi vend e për të tjerë, po të rregullojmë mirë shtëpinë tonë, të marrëm pasuritë tona, të themi atyre eshtrave që janë të vrarë nga regjimi bolshevik, janë të vrarë nga serbët e nga grekët, të themi që të dashur shqiptar erdhi koha juaj. Pra, unë po them natën e mirë, unë përsëri ne s'do dal, të më falni që s'dola në orën 1, sepse ashtu e kishe punën, por përsëri do shihemi nesër, të dashur shqiptar, mos shkoni në atë rrëmuj, pamarësi se fytyrat tuaja do t'i njihen e do të pasqyrohen më vonë, po rrini të qetë, rrini të bashkuar motre vëlla, o erdhi deta juaj, këta të gjithë do shkojnë në përburgjet, e do kenë më keq se Ilir Meta. Do e në kafas të lidhur, kenë me duar, dhe gjyqtarë s'kanë kuven më, 2 gjera kanë gjyqtarë, o do dënohen, o gjyqtarë do shkojnë në burg e prokuror. Natën e mirë dashur shqiptar, miru pafshim nesër në orën 1:30 dhe në orën 7. Më falni, në orën 6.